Po cila do t'jenë mënyrat farmaceutike të përdorimit të saj. Për shembull, nëse ne do të marrim afërsisht 20 gram gjethe dhe t'i zijim 2 minuta në 20 gram gjethe, mund të themi janë afërsisht 4-5 të tila. Dhe t'i zijim në 1 litër ujë, e lëm të ftohet çaji dhe nga kjo mund të pihen 2 deri në 3 gota në ditë. Për të gjitha ato problematika që unë i përmenda më sipër, përdoren 2 deri në 3 gota në ditë, të ëmbëlsuara shumë pak me mjalt, ose nëse kemi glikon e arrës, që ne do ta shpjegojmë më poshtë, mund ta ëmbëlsojmë çajin me pak shurup arre. Për sa i përket përdorimeve të tjera dermatologjike, pra ekzemave, eritemave të ndryshme, kruari e kështu me radhë, atëre çajin për të larë trupin ose duar që kruen, mundet që ta shtojmë pak si bim, ta bëjmë jo më 20 gram, po deri në 30 gram, ta zijim 3 deri në 5 minuta, në mënyrë që ne të marrim sa më shumë tanine nga këto gjethet e arrës, dhe sa më shumë nga ato flavonoide dhe acidet organike që unë përmenda, dhe me këtë çaj shplajmë lëkurën e irrituar 1 ose 2 herë në ditë. Mbi të mund të vendosim edhe ndonjë krem bimor, kryesisht ndonjë hidratues ose ndonjë vaj tjetër, për shembull, që shumë mirë do të ishte edhe vaji i arrës për përdorim të jashtëm. Gjethet e thara të arrës, neve i thajmë në periudhën, pra gjethja vilet afërsisht fundi i qershorit deri në 15 korrik. Atëherë është koha më e mirë që në gjethet të na depozitohen të gjitha ato antioksidant që nga flavonoidet, që nga acidet organike, edhe deri tek ato mikroelemente dhe vitaminat. Ky çaj që neve po e shohim tash që po merr pamjen e një ngjyre floriri të lehtë, është çaj nga gjethet e arrës që pihet sa për të më rregulluar funksionin e mëlçisë, po aq edhe për sistemin e tretjes, po aq për të më rregulluar dhe temperaturën nëse trupin e kam si të ftohet, ose në rastet e çrregullimeve hormonale tek femrat, ose edhe në rastet e ndonjë ethe dhe dridhje të trupit. Ndërsa fruti i arrës është shumë i dobishëm për ushqimin e sistemit nervor. Mund të vazhdojmë më tutje. Përgatisim një tinkturë alkolike nga gjethet e arrës, duke marrë afërsisht 100 ml alkool. Për shembull, neve mund të hedhim 100 ml alkool dhe hedhim afërsisht 20-30 gram gjethe arre. Mundet të shtojmë, ndoshta, nëse do ta bëjmë me frutin e arrës së njom që e shpon lehtësisht piruni, atëherë mund të vepronim kështu. Këto janë fruta ende të pa kockëzuara. Nëse ne do të macerojmë frutin në alkool, do të marrim një ekstrakt arre i cili merr një ngjyrë të zezë, të errët, dhe do të shpjegojmë si mund të përdoret ekstrakti i frutave të arrës. Neve mund të marrim një lugë gjelle nga kjo tinkturë dhe do ta hedhim afërsisht në një lugë gjelle në një gotë me ujë. Nëse kemi ekstraktin e arrës, do të mbushim një lugë gjelle nga ekstrakti, e tresim në pak ujë dhe ky çaj mund të ëmbëlsohet pak me mjalt dhe pihet. Mund të merren deri në 2 gota në ditë. Kjo është e para. E dyta, nëse ne do të marrim dhe do të ekstraktojmë gjethen e arrës, pra të marrim 20-30 gram gjethe arre, t'i vendosim në një kavanoz dhe do të hedhim afërsisht në të 100 ml alkool. E do të vëmë re që kjo, pra 3 gjethe afërsisht, mirë është që ta prishim pak strukturën e gjethes dhe në të do të hedhim alkoolin afërsisht sa të mbulohen këto, ose rreth 100 ml. Ja. Kështu gjethet e arrës do të qëndrojnë të zhytura në alkool 12 deri në 15 ditë. Mirë është që her pas here ne ta përzijim kështu këtë gjethe, ta tundim në mënyrë që të nxisim çik atë reaksionin dhe ngjyra
e gjelbër e errët të na vijë si thua që brenda javës së parë. Nëse do të marrim gjethet e arrës dhe do t'i përdorim për diabetin, për tensionin, për luhatjet e temperaturës, për mëlçin, stomakun, acarimin e bajameve, diaren, mungesë oreksi e të tjera, do t'ishte e mjaftueshme që afërsisht ne të përdorim 2 gota në ditë nga 200 ml. Nëse do ta përdorim në formën e një ekstrakti, si kjo që unë përgatita këtu, afërsisht 2 gota të tilla.